Unë si zyrtar policor jam shumë i lëndum, shpirt neshtë, normal, edhe me humbjen e herojt kombëtar, tash herojt rashterit Afrim Bunjaku. Normal, atë natë nuk kom pas lëndime nga të shtënat me orëzjarë ose diçka, mirë po emocionalisht edhe shpirt neshtë jam shumë i lëndum. Edhe një vetës si polë dëmtu në këtë rast. Me 23 shtator 2023, orarin ndrimin e kena fillu në ora 19. Domthon, plani operativ ka qenë 12 tash, për shkak të situatës në veri. Plani operativ të manga, dhe pak plani operativ ka qenë 12 orësh për shkak të situatës. Po, ndrimin e kena fillu nga ora 19 deri në ora 7 të mëngjesit. Si çdo herë, rashteri i ndjerë tash Afrim Bunjaku e ka bo orarin se kush ku gjatë ndërimit punon, domthon patrollat. Si zakonisht kem fillu me patrolla, edhe pse patrollat kanë qenë gjatë lëvizjet kanë qenë të kufizuara, arsyeja dihet pse ka qenë shumë rrezik. Ne kemi fillu me detyra deri në ora dikon 2 kemi qenë në për teren, domthon komunë Zveçanit. Zbashku me Fahri Shanin. Dikon rreth orës 2, sa më kujtohet, jemi kthy në stacion. Rreth orës 2:30. Nga nëpërmjet radiolidhjes. Ju është njoftue dhoma komanduese. Nga njësia në NSH, domethënë njësia e ndërhyrjes shpejt, kufitare. Se në fshatin Bojsk, në hyrje të fshatit Bojsk, saksisht mbi urë, janë vendosur 2 kamiona. Domthon u blloku rruga. Hyrja e fshatit, më saksisht hyrja e fshatit është blloku. Cilë kamiona janë me rar, domthon me rar, mushën. Pasi që zona Bojska i përket zona e përgjithësisë, i përket stacionit policor Zveçan, rashteri i ndjerë Afrim Bunjaku na ka ftue mua, Ele Specin, Fahri Shanin dhe Sadat Dushën. Dhe na ka na i ka dhënë detyrat, edhe na ka jena pajis normal me i kena vendos antiplumat, helmetat, jena pajis me pajisjet tona policore. Atëherë kena fillue, kena njoftu dhomën komandu, kena njoftu sira kontrollat, se shkon në farë arerije është këto, i kena njoftu sira kontrollat, dhe për njësira kontrollu njoftu edhe dhoma komanduese, se na jemi në drejtim fshatit Bojsk. Unë kom qenë në automjet Toyota me 1204 me rashterin e ndjerë Afrim Bunjaku, kurse me Shkod 19604 ka qenë Fahri Shala edhe Sadat Dushi. Duke shku në fshatin Jeshevik, fshatin Jeshevik, komuna e Zveçanit, dikon 1 kilometër e gjys pa ju afru Bojskës, e kena po një automjet Golf 3, në gjyre kaltert. Fahria ka qenë bravo, pa pasi rashteri i tha, ti Fahri me shkodë rrë për hopa se gutësh. Atëherë,
Paria ka kërku më ka thënë në radio, më ka kërku ka orë me nolëm. E kena ndonë automjetin. Në karrik, do më pasagerët, e kena gjetë një antenë e radiolidhjeve të policisë. Mirë po pasi që personi në fjallë nuk ishte i kërku, na i kena morë dhonat, edhe kena vazhdu se e di shumë se atje i kemë kolegët e NNSH-s, shotin Bojskë. Kena vazhdu në drejtim Bojskës. Kër e na shku në Bojskë, dikon ofër pa vyt të kamionat. Saksisht ofër 20 metra dikon, i kena parku automjetet nënën e majtë të rrugës për Bojskë. Do në rruga si vazhdo për izvar. I kena parku automjetet, i kena ndollë një mas njojt. Automjetet jam ka qenë mropa, i Faris tani ka dollë mropora. Edhe kena vazhdu na 4 mropa, se ato të më falni, ato të kur thash të golfi kur kena ndalu, ka rrit edhe në njësia një nëshë, e trafikut regional. Do më thonë Avni Shola edhe Halim Behrami, njësia trafikut regional. Veriut, dhe thëmë, kur po flas për veri. Ata kanë qenë mropa neve. Tash, na kër i kena parku automjetet, na të 4 kena avancu, jena njës në drejtim kolegëve tonë, cilët kanë qenë mropa kamionave. Tu e monitoru, tu e situatën. Gjatë rrugtimit, do më në qatu 20 metra, e kom vrejtë se diqka sa në rregull. E kom vrejtë se fshati shumë terë, drita shumë rallë, drita ndryqimit. Rruga, kur kjena avyt nga kolegëve tonë të kufinit, një shës, afer 2-3 metra, one, kom dëshu edhe kom thonë kolegë, po qkepëm se mundet me konë kurth. Në atë moment ka ndodhë një detonim shumë i fort. Detonimi ka qenë shumë i fort, sa që më ka hupe edhe balancën. E ku marrë vetën në momentet, mirë po detonimi ka pasu me njerë me të shtëna armesh. Të kalibrav ndryshëm, kur e thëmë këto, të kalibrav ndryshëm, unë i përkas gjenerates të mesme, e kam shërbimin ushtarak të Jugoslavis, të krymë. Nuk jam profesionist i armëve, mirë po kalibrat të një. 5.762. Dhe të mangatër, se përshënë, por kalibrat i një. Prej 7.62 e deri 12.7 e Gulinovit, ka pas të shtëna armësh në drejtim tonin në formë të honës. Kër thëmë formë të honës, kraj djatë nga shkolla, e kraj mojtë në deri të hoteli, atje ku është tash të posa kësës. Dhe shtëna armësh, në formë të honës dhe? Po, në formë të honës. Në formë të honës, nga? Shkolla, ona djatë, deri të hoteli, tash ku është posta Kosovës. Deri të hoteli, tash ku është posta Kosovës. Në tonë lumit, kanë qenë disa rath, ose që gypa betonit, metër, që do mund metër gjënë diametrit, prej asoj pozite, kanë gjunë drejtim tonin. Ka pos në atë ven, do mund në qatë ven, ka pos pjestor, ose sulmus të rëre, po, si në ka sulmus. Shumë ofër, do mund atë mundet me konë është 10 deri në 15 metra. Mirë, po ka pos edhe tjerë që ngonë, ka pos ormë, tronë, ka pos edhe të manastiri në altë atje, ku më përsoj se edhe dëshmit jënë gjetë.